Në një tjetër investigim, CNA ka zbuluar një tjetër skandal që ka mbërthyer Shqipërinë. Në shumë dyqane dhe restorante në qendër të Tiranës, po tregtohen vera pa pull fiskale, pa siguri për përmbajtjen dhe origjinën e tyre. Kjo nuk shkakton vetëm prishjen e konkurrencës, por kemi të bëjmë me një rrezik potencial për shëndetin e njerëzit. Përveç kësaj, kemi të bëjmë me korrupsion dhe një papërgjegjësi nga institucionet, në këtë rast doganat, tatimet dhe AKU-n, të cilat lejojnë që këto produkte false, të pacertifikuara, që rrezikojnë shëndetin e qytetarëve, të hyjnë në Shqipëri, të futen në treg dhe të shpërndahen në restorante luksoze si vera të brandeve më të njohura, franceze dhe italiane, si Petrus, Sassicaia, Ornalaia, Maceto dhe Romane Conti. Pavarësisht se prodhimi i tyre është shumë i kufizuar, në Shqipëri po shiten në sasi si të ishin ujë. Këto produkte dyshohet se vinë përmes kanaleve jo zyrtare, me qëllim shmangjen e kontrolleve fiskale. Ato shiten me çmime më të ulta për të joshur konsumatorin, por pa pull fiskale dhe pa garanci për origjinalitetin. Ekziston rreziku i madh, pasi këto produkte janë të falsifikuara ose të pacertifikuara, duke rrezikuar si konsumatorin, ashtu edhe tregun zyrtar. Përveç mashtrimit të mundshëm tregtar, kjo situatë përbën edhe shkelje ligjore dhe trafikim të paligjshëm të produkteve. Përgjegjësia për këtë skandal, që rrezikon shëndetin e qytetarëve, bie mbi doganat, tatimet dhe AKU-n, të cilat lejojnë që këto produkte të pacertifikuara, të falsifikuara, pa pull fiskale, të hyjnë në Shqipëri dhe të tregtohen në dyqane e restorante. Kjo është një situatë që kërkon kontroll, pasi kemi të bëjmë me shëndetin e qytetarëve, vjedhjen e taksave dhe shkatrimin e konkurrencës.